Informacionet, ashtu që e tha dhe ti Ben, besoj që ka diçka për shkak se s'povrehet që ka pas në farë lëvizje për në farë marrëveshje të mundshme politike, për pas këtyne tash lëvizjes së bashkësisë ndërkombëtare, në këtë rast Bashkimit Evropian, edhe përmes përfaqësuesve të saj, domethënë këto është si lëvizje të re, edhe pak më intenzive që domethënë kanë fillu veç presionet e Bashkimit Evropian, po edhe në Bashkisë Ndërkombëtare, disa lëvizje dhe disa ambasadorëve për me gjetë një farë mundësie për me kriju një farë koalicioni ose me kriju institucionet e Kosovës. Më thonë vetë vizita e zonjës Kallas të liderët e partive politike është një shej që veç presioni ka fillu edhe përpjekjet për mundësin për me gjetë një zgjidhje për me dalë prej këtij ngërçe dhe me kriju institucionet këtë vend. Dërsa nga ato telefonatat që pash të ju, po shihet që njerëz janë lodh, domethënë nga kjo situatë, nga ky ngërç, nga këto domethënë lojnat pa nevojshme politike që po i bojnë partitë politike dhe shumica e tyre gjithmonë po dalin që janë të interesuar prapë për zgjedhje, s'di që s'po lodhen ata, domethënë me kërku vetëm zgjedhje. Mirë, do të dëgjojmë se ka një prononcim nga